peshqit. Një nga mësuesit Aleksandrit Madh ishte filozofi dhe shkencëtari i madh Aristoteli, që kishte qenë nxënës i Platonit dhe Platoni kishte qenë nxënës i Sokratit. Pra, të gjithë këta njerëz të mëdhenj kishin mësuar nga njëri tjetri. Për vitin në vazhdim, ose për këtë pjesë të vitit që ka mbetur, ti i dashur dëgjues apo dëgjuese qofsh e shenjës peshqve, duhet të dëgjosh dhe të mësosh pak më shumë nga njerëz të mençur dhe të suksesshëm që ke rreth rrotull. Kam përshtypjen që duhet të shkëputesh dhe të heqësh dorë nga kultura dhe informacioni i copëzuar që të arrin nëpërmjet internetit apo nga televizori. Duhet ta ushqesh trurin me gjëra më të rëndësishme se sa ato që i merr nëpërmjet takimeve të rastësishme dhe burimeve të pasigurta. Është momenti që të përballesh me vendosmëri me gjëra që do të shërbejnë në jetë.